Përshëndetje të dashur miq të mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë me ju lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Në fakt kam patur shumë mesazhe rreth çiftit Brikena dhe Mateo, qëndrimet e tyre, çfarë po ndodh mes tyre, si qëndron e vërteta e tyre dhe a është kjo një lojë apo një e vërtet. Në fakt publiku është më në pikpyetje. Brikena dhe Mateo u shfaqën në Top Arena, pothuajse çdo natë dhurojnë një spektakël të jashtëzakonshëm, që të dy kanë po të njëjtin rol, do me thënë që të dy moderojnë nga një rubrik që unë them që të dy po profesionalizohen çdo ditë më shumë, por Mateo pak më shumë, Brikena akoma më duket pak më e ngurtë. Cila është arsyeja që Brikena është kaq e ngurtë dhe nuk është e lirueshme shpirtërisht? Unë mendoj që është presioni i jashtëzakonshëm që po bëhet jashtë për Brikenën dhe normalisht të gjitha komentet, të gjitha analizat, të gjitha lajmet, Brikena i lexon dhe ajo ndikon edhe në qëndrimin, edhe në mënyrën se si ti mundohesh të shprehesh edhe në gjithçka. Brikena ka përzgjedhur që të jetë dinjitoze në këtë Top Arena, do me thënë atë që nuk mundemi t'ja mohojmë është fakti që Brikena është shumë e bukur, është shumë glamur, është një personazh që të dhuron një energji që realisht kjo energjia di ta bëj vetëm Brikenën që të jetë e bekuar. Do thënë e ka këtë ndjesinë, e ka këtë emocionin. Nga ana tjetër, kemi Mateon i cili çdo ditë më shumë është më pozitiv, është më energjik, është më i buzëqeshur. Do me thënë, dhuron më shumë spektakël, këndon, intervista, debate të vogla, muhabete me kundja, kundërdrejt njëri tjetrit, dhe shikoj Mateon pak më të përgatitur në fakt për këtë rrugtimin. Por gjithsesi, çifti Briteo janë në qendër të vëmendjes për gjithçka se çfarë ndodhen në Top Arena. Dhe pyetje që mua më bëhen janë këto: Tiron si mendon, a janë bashk apo e bëjmë për klikime? Unë mendoj që Mateo dhe Brikena në një farë mënyre nuk kanë arritur dot që të bëjnë matematikat ashtu siç duhet. Të pranosh të jesh pjesë e një spektaklit me një person me të cilin ti i ke mbyllur rrugët për një zënk, për një diskutim që ke patur apo për një mini debat, mua më duket pak luftë me veten. Unë e shoh Brikenën që po lufton me veten. Po të shikojmë me detaje Top Arenën, Top Arena të kthen në ditën e parë të Big Brotherit dhe në javën e parë të Big Brotherit, kur Mateo u bë pjesë e Big Brotherit dhe Brikena në thelb thonte që nuk dua të kem komunikim dhe nuk dua të bisedoj me Mateon. Nga ana tjetër, Brikena shkonte ku është Mateo, Brikena shikonte me bishtat e syrit Mateon, Brikena ndiqte çdo lëvizje të tij dhe mendoj që të njëjtën lojë, të njëjtën situatë e kanë rikthyer edhe në Top Arena që unë në të vërtetë dhe realisht shoh këtu një Big Brother. Do me thënë, unë shoh një çift që e duan njëri tjetrin, e pëlqejnë njëri tjetrin, e simpatizojnë njëri tjetrin, por ka një lloj inati në këtë mes që e mban peng këtë dashurinë. Do me thënë, ky inati që nuk lëshon që kjo dashuria të triumfojë. Do me thënë, ky inati që ka zënë vend dhe dashuria nuk mund të jetë në pozicionin e duhur. Unë mendoj që Brikena ka treguar pak që është inatçore në çdo zënk që ka patur dhe ndoshta ishte mësuar që Mateo t'i shkonte nga mbrapa, Mateo në një farë mënyre t'i përgjërohej dhe Brikena të ishte në qendër të vëmendjes në lidhjen e saj. Dhe ky është problemi në fakti të gjithë femrave, se femrat vdesin për të qenë në qendër të vëmendjes tek partnerët e tyre. Do me thënë, nuk e mendojnë sfidën e partnerit, nuk e mendojnë lodhjen e partnerit e tjerë, po për femrat dashuria është gjithçka dhe duhet të jenë vetëm ato në fokus. Dhe unë këtë gjë shoh, do me thënë, te ky çift. Unë shoh një Brikena që
e ka shumë qef Mateon, e preferon shumë Mateon, se ti derisa i ndjek hapat e ti dhe shikon me bishtat e syrit, ti nuk mund të thua që unë nuk e preferoj atë djalë, sepse vetë kureshtja dhe prezenca jote aty, çdo ditë me atë, gjatë gjithë kohës ti do me thënë të bind që unë e dua këtë, por unë nuk i flas e para, le të më flet ai. Pash një lloj lëshimi natën e mbrëmshme, që Brikena ishte përsëri afër Mateos dhe Mateo afër Brikenës, që të dy ishin shumë të qeshur, krahasuar me netët e tjera që Brikena ishte pak më e thyer, ishte pak më serioze, jo shumë e buzëqeshur, jo shumë happy. Për shembull natën e mbrëmshme, sepse ishte në krah të Mateos, ky është mendimi im gjithmonë, Brikena kishte një energji që në fakt këtë energjinë e transmetonte tek të gjithë, dhe unë pash një Brikena që ishte e jashtëzakonshme mbrëm sepse kishte në krah Mateon. Do me thënë, unë e di dhe e ndjej dhe e besoj që ka dashuri te ky çift. Unë e di, e ndjej dhe e besoj që Mateo gradualisht do t'i afrohet Brikenës, edhe ndoshta epizodi i fundit i Top Arenës mund të jetë një surprizë për të gjithë ne, ku Mateo edhe mund ta propozoj Brikenën për një diçka më shumë, që në fakt unë do të isha njeriu më i lumtur në botë, sepse unë gjithmonë jam pro dashurisë, jam pro njerëzve që dashurojnë, që duan, që respektojnë palën tjetër, dhe në këtë rast unë shoh një Mateo që vërtet e do pafund Brikenën e tij, por është ky inati që i mban të ndarë. Domethënë që ka patur krisje, ka patur, edhe pse në fillim domethënë të gjithë besonim që është për klikime, nuk duke që është për klikime, domethënë ka patur një lloj krisje, por e shoh që Mateo është në gjendje që ta rikthej atë gjën që në fakt ato të dy së bashku e ndërtuan. Dhe për këtë gjë unë mendoj që gradualisht në ditët në vazhdim në Top Arena, Mateo do të na surprizoj të gjithëve dhe do të na bëj që të shokohemi me lëvizjen e tij, me veprimin që do të bën kundër drejt Brikenës, sepse unë e them, aty ku ka dashuri, pa marrë parasysh se sa hidhërime do ketë, sa inate do ketë, sa mlefe do ketë, Mateo dhe Brikena janë çift edhe din të bëjnë gjëra të bukura për veten, dhe në këtë rast më thënë shoh një Mateo që di vërtet të surprizoj dhe të emocionoj partneren e tij. Unë kështu e shoh. Do të thënë, u shoh një Mateo që është siç ka qenë Big Brother romantik. Besoj që pak e ka lodhur Brikena, por nuk ja ka humbur shpresën për një marrëdhënie të bukur të dy së bashku, sepse unë e shoh edhe Brikena që derisa ri e mërzitur dhe e shikon me bishtat e syrit, i bie që e dashuron Mateon. Dhe nata e mbrëmshme, afrimiteti që patëm pak të dy, mendoj që i dha dritë këtij spektakli.